Shëndetje drejt për së drejti së bashku në këtë ditë të bukur, mirësie dhe paqe. Ju uroj përzemërsisht ta gëzoni këtë Krishtlindje. Tjetë e bukur, tjetë e lumtur, plot mirësie e bardhësi për familjet tuaja. Me mua në studio është një çift. Jo vetëm që duen shumë, jo vetëm që ka një histori të bukur dashurie, ku nga kjo dashurie madhe, disa kohë më parë, disa vite më parë lindi edhe një vajzë që tashmë ajo është e rritur. Gruaja në fakt është jo vetëm e famshme sepse është shqiptare, por është një figurë e dashur dhe e nderuar. Madje para pak kohësh e kishim të ftuar edhe në një ndër rubrikat tona të pasdites, e cila ka rrëfyer jo vetëm momentet e saj më të bukura të karrierës, por edhe ato sfidat dhe momentet e errëta të jetës së saj. Kam kënaqësinë ditën e sotme ta kem të ftuar së bashku me bashkëshortin e saj. Bashkëshorti i saj është gjerman, por ama, edhe pse është ai huaj, ka shumë e do Shqipërinë, ka një lidhje të veçantë, jo vetëm se ka grua nga Shqipëria, por madje në kohën e luftës së Kosovës, ai ka kontribuar me një humanizëm, me një fisnikëri shpirtërore të jashtëzakonshme që vlen fakt për të vlerësuar dhe falendëruar, i cili ka sjellur rreth 62 ton ndihma. Në lidhje për të folur, do flasim vetëm pas pak, por më parë t'ju prezantoj me zonjën Alida Hisko. Thomas Kojna, që është edhe bashkëshorti i zonjës Alida, është kënaqësi që jeni me ne këtë pasdite për herë të dytë me mua në pasdite e zonja Alida, por këtë herë do të flasim për gjëra më të mëdha, ashtu sikur se edhe në krah keni bashkëshortin, zotin Thomas, i cili besoj e njeh po aq mirë traditën, vlerat, historinë shqiptare dhe vetë shqiptarët. E ka treguar që për 20 vjetësh. E ka treguar. Po, 20 vjet jemi bashkë. Edhe 100 vite të jemi. Faleminderit. Për gjithmonë, kaq të bukur dhe të lumtur. Faleminderit, me gjithë juve. Do të flasim vetëm pas pak, pasi këtë pasdite mendojmë ta nisim me një lajm të mirë ditën e sotme. Do të shkojmë në Kosovë dhe kemi vërtet një lajm i cili pse jo mund të jetë një model dhe një shembull i mirë edhe për Shqipërinë. Bëhet fjalë për një histori të veçantë për faljen e gjakut. Ndjekim një insert dhe do rikthehemi vetëm pas pak. Pas 10 vitesh, 2 familje në Kosovë falin gjakun. Familja Lami nga Kaçaniku i ka shtrirë dorën e pajtimit familjes Fana, e cila ka pranuar të falë gjakun e të birit. Burrat e 2 familjeve, por edhe shumë pjesëmarrës të tjerë, u mblodhën në shkollën e fshatit Sllatinë e Ulët. Familja Fana shpreson që rastet e gjakmarrjes të mos përsëriten në Kosovë. Vetëm përshëndes të gjithë që morën pjesë. Porosia ju në fundit është tjetë rasti i fundit që ndodhin këto vepra në Kosovë. Zoti shpërblet të gjithë që kanë kontribuar për këtë rast. Ky akt i vlerësuar si shumë i rëndësishëm dhe shembull për rastet e tjera, u ndërmjetësua nga imami i fshatit Duraj të Kaçanikut, Fidain Fazliu, i cili vetëm brenda këtij viti ndërmjetësoi 9 raste të ngjashme. Falenderoj këto 2 familje, të cilët e treguan një burrëri, e nderuan vetveten, familjen, kombin, fejen dhe shtrin dorën e pajtimit. Mesazhi im është i cili buron nga zemër, që dëshiroj gjithë këtij popullit, gjithë këtyve nanave, prindërve, vëllezërve, bashkëshortëve, fëmijëve, t'ia vendalim lotët dhe mos ketë akte të vllavrasjes. Mirë, po nëse ndodhin dhe nëse ka, dhe unë jam i bindur se ka, ta hapin gjoksin, ta marrin shembull beq Fanën dhe t'ia shtrin dorën e pajtimit, sepse me pajtim nuk nënvlerësohesh, me shtrirjen e dorës nuk nënçmohesh dhe nuk të hub burrëria. Burrave të pranishëm nga të dyja familjet ju drejtuan edhe përfaqësues të komunave, të cilët vlerësuan lart një akt të tillë, duke bërë thirrje që edhe familje të tjera me konflikte të ngjashme të veprojnë në këtë mënyrë. Të pranishëm në shkollën e fshatit ku edhe ndodhi pajtimi ishin edhe përfaqësues të gjykatave, pjesëtar të policisë, forcët të sigurisë së Kosovës e të tjerë. Historia e konfliktit mes familjes Fana dhe Lami nisi në vitin 2004. Besfort Fana, 3 muaj pas kurorëzimit me Mexhide Lamin, vendosi të jap fund martesës, me arsyetimin se nuk e donte më vajzën me të cilën ishte martuar. Vendimi për përfundimin e martesës rezultoi fatal për Besfortin.
Zemërimi I gruas së braktisur nga ai shkoi deri në atë pikë kur kjo e fundit më 3 shtator 2004 qelloi me armë zjarri duke e lënë të vrarë Besfortin para qendrës së emergjente në Ferizaj. Mejid Elami u arrestua dhe u dënua për vrasje me 12 vite burg, por përveç dënimit që ajo vazhdon ta vuaj, u ngujua gjithë familja e saj si pasojë gjakmarrjes. 10 vite pas tragjedisë që pësoi familja Fana, këtij konflikti erdhi fundi këtë dhjetor. Pasi Beqir Fana, baba I Besfortit, vendosi të shtrijë dorën e pajtimit. Ai I fali gjakun e djalit familjes Lami. Pra miqtë e mi, siç e kuptuat edhe nëpërmjet këtij materiali, janë 2 familje të cilët pas 10 viteve kanë arritur të falin edhe gjakun. Një rast në Kosovë. Menjëherë do shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë atje me zotin Fidaim Fazliu, imami I cili do të zhduk për një herë për gjithmonë edhe këtë fenomen. Përshëndetje së bashku, mirëmbrëma nga studio e pasdites në Top Channel. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, mirëmbrëma gjithëve juve atje në studio në Tiranë. Zoti Fazliu, na tregoni pak se si arritet, jo vetëm si një ide, por si një realizim për të arritur për të pajtuar një rast të tillë, I vështirë ama. Falenderoj Zotin që më ka zgjedhur që t'jem nismëtar I këtyve gjërave që janë të shumta fatkeqësisht edhe këtu në Kosovë, po edhe në Shqipëri, edhe kudo që gjenden shqiptarët. Ideja ka ardhur nga fjala e Zotit që urdhëron që familjet në hasmëri të ashtrin dorën e pajtimit dhe të pajtohen mes veti. Mirë, po gjithmonë duhet të jetë dikush iniciues I këtyre gjërave. Dhe historikisht populli shqiptar ka fal gjakun dhe ka pas njerëz të cilët I kanë inicu këto gjëra, të shumt kanë qenë hoxhallarët të cilët kanë dhënë kontribut, pa marrë parasysh a janë besimtarë musliman apo jo musliman, ata e kanë gjetë vetën aty për t'i pajtuar 2 familjet. Pra është fjala e Zotit dhe si rezultat, si motiv që më shty mua dhe ma shumë të punoj në këtë çështje, ka qenë se unë kam pas një rast personal, familjar, kur dikush ka marrë nga jeta një vëlla timin dhe e di se çka do të thotë, çfarë ngarkese psiqike dhe shpirtërore e ndin familja, prindrit, vëllezërit, motra, parafisi. Mirë, po e kuptoj edhe palën e dytë të ngujuar. Kështu që e kuptoj hollësisht se çfarë çlodhje psiqike, shpirtërore është të shtrihet dora e pajtimit, e shoh dhe e vrej në sytë e prindërve të mi, në sytë dhe në ndjenjat e vëllezërve të mi, motrave të mia, familjarëve të mi, e tash po e shoh edhe në opinion me raste të këtilla. Si vazhdon jeta e këtyre 2 familjeve, të cilët pas 10 vitesh, një dekade, kanë arritur të falin njëri tjetrin? Edhe pse zëri nuk ndëgjohet aq mirë me sa kuptova unë, familjet janë shumë në presion, sikur familja të dëmtuarit, sikur familja tjetër e cila e ka shkaktu dëmin. Ato kanë një ngarkesë të madhe psiqike, shpirtërore, asnjëra familje nuk ndihen të sigurt për këto vite, për këtë dekadë që ka vazhdu. Dhe ja erdhë edhe fundi dhe këto familje shtrin dorën e pajtimit dhe kam marrë lajme nga këta, disa nga ta I kam taku dhe shoh se ata atyre familjeve ju ka kthy buzëqeshja, ato familje që ndrojnë shumë më mirë në gjendjen shpirtërore dhe njëri nga ta më tha që 10 vite nuk kam bërë gjumë të rehatshëm e këtë natë kam fjetë më së miri. Është edhe rasti I 10 apo jo për këtë vit, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, një shpresë ndoshta për të ardhmen, të kemi sa më shumë raste të tilla, pse jo edhe për vitin 2015. Fal Zotit që na ka udhëzuar në këtë drejtim, po fal edhe njerëzve të vullnetit të mirë të cilët na ndihmojnë me të madhe.
Sidomos në rastin në fjalë ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm të madh imami i fshatit Slatin e Olt, i nderuar i Husamedin Hoxha, bashk me xhamatliun e tij Haxhi Sulejman Lubishtanin, të cilët arritën deri në këtë moment dhe erdhën në përfundim që këto dy familje të japin fond hasmërisë. Vërtet është ndjenjë e veçantë, vërtet është ndjenjë e mirë, është e ladhshme, është e mundimshme shumë, sepse të merr kohë. Por është edhe një lumturi e madhe kur arrin ta bësh të mundur. Këtë që ju keni bërë, duhet vërtet për t'ju përgëzuar dhe ju falenderoj që ishit me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit edhe për juve, përshëndetje për gjithë atje në audiencën. Përshëndetje edhe nga ana jon. Faleminderit ju. Përshëndetje. Rikthehemi në studio Alida, mezi po prisja, më kish marrë vërtet malli, t'ju shihja, edhe pse nuk ka shumë kohë që keni qenë pjesë e pasditës sonë, por sot dukeni më e kompletuar. Madje kur u pam përpara se të fillonim edhe këtë hapësirë të drejtë për drejtë, u thash që dukeni edhe më bukur, mos ndoshta kjo vjen se jeni për krah bashkëshortit? Besoj se po. Kur jam pa Tomasin, më duket vetja gjysëm. Kudo që jemi, pastaj kur jemi bashkë, sikur ndjehem e kompletuar, më të vërtetë. Keni ardhur të festoni Krishtlindjet? Mbrëmë e festuar në familjen tonë, dhe sot tani sa mbritëm në Rinas, do ta festojmë me ju, edhe me familjen tjetër këtu. Patjetër. Kemi dy familje, një gjermane dhe një shqiptare. Tomas, sa ko kishit pa ardhur në Shqipëri? The last time is around. Herën e fundit që isha këtu, ishte para 6-7 vitesh. Zoti Tomas, ashtu sikurse ju prezantova edhe në krye të herës, jeni një person i cili jo vetëm për arsye se bashkëshortja juaj është një shqiptare, por ashtu sikurse tham keni ndihmuar edhe në kohën e luftës së Kosovës, përveç këtyre dy gjërave. Çfarë tjetër ju lidh me Shqipërinë? At least the great hospitality of the Më lidh people. mikpritja e madhe e vendasve. And definitely Dhe the sigurisht family. familja. Because I'm directly adopted in this family. Sepse unë jam adoptuar në këtë familje. Që do thot nuk i penduar kur që ke marrë një shqiptar si Alida Hisku. What can I say? Çfarë mund të them? It was the best decision Ka qenë vendimi më i we mirë can ever do. që mund të kisha marrë. And so we have wonderful children and Kemi fëmijë të mrekullueshëm. one daughter we have together. Kemi një vajzë së bashku. Yeah, that's luck in life. Dhe kjo është jeta. Me që po flasim për vajzën, fëmijët, ku i keni lënë, apo i keni gatuar ushqimin dhe keni ardhur në Shqipëri, apo gatuajnë vetë? Ashtu e kemi bërë, gatuam brëm, traditën gjermane, kuzhinën gjermane, gatoi Tomi, dhe ja lam në frigoriferin, mbushëm plot frigoriferin, dhe i tham, ne nuk jemi tash këtu 4 ditë, po ikim të festojmë me të tjerët atje, me gjysmën e familjes tjetër. Edhe kështu u nisëm. Po fëmijët, apo nuk ndoshta për arsye të angazhimeve që ata kanë atje dhe? Kanë angazhime shumë, çdo ato janë të rritur tani. Alina tani para një jave mbushi 19. Albin është 30 edhe djali i madh është 37, i mbush. Çfarë është sot? 25, sot mbush 20, sot me 25 djali i madh mbush 36 vjeç. Si quhet djali i madh? Aldi. Happy birthday to Aldi. Edhe 100 vite të lumtura për Aldin. Neve e lam ditëlindjen e Aldit, e festojmë gjithmonë natën e vitit të ri. Natën e vitit të ri mblidhemi në shtëpinë tonë me 31, edhe festojmë, bëjmë edhe festën. Ai e feston në familjen e vet me gjithë nusën edhe 2 vajzat. Kështu që thamë për vit të ri do të jemi në shtëpi patjetër, se mbledhim
Kena Dilin dhe Kalamaj dhe në dhjetor janë fëmijë që kanë lidur në dhjetor në prag të vitit 3. Dhe e festojmë për vitin e ri e bëjmë të madhe. Po. Alida, jam shumë kurioze të di, edhe pse repertori juaj është shumë i gjerë me këngë të ndryshme, por ajo çfarë këndoni më shumë që ja dedikoni Thomas? Cila është ajo kënga e bukur që? Në CD-n e fundit që kam bërë, kam punuar me Tomin, më ka ndihmuar shumë që të bëj kopertinat dhe këto anët e shtypit dhe fotot, të gjitha tekstet. I kena bërë me Tomin bashk dhe i kam dedikuar edhe Tomit edhe një këngë që është në CD-n e re, një gotë verë, është vera ajo Shqip. Mund ta improvizojmë dyreshta, sa ju të doni? Do të më kujtohet një sekond tash nga emocioni se do ta kujtoj. Dhe në atë tekst kemi shkruar, megjithëse neve bashkë nuk ishim shumë njohje, ky nuk dinte shqipe dhe unë nuk dina gjermanisht, megjithatë kur pinim bashkë nga një gotë verë vitet e para, nuk duhet të flitë, se ajo gotë veri tregonte të gjitha. Dhe pasionon të shkoj gjithë tek neve. Thomas. Yes. Përfitoni sa më shumë nga kjo hapësirë drejt për drejt, ndoshta për të shprehur edhe diçka që ndoshta jo më parë mund t'ja kishit thënë as shpesh Alidës tuaj të dashur edhe të shtrenjtë. Tja. Ich bin wohl der größte Glückspilz, den es gibt auf dem Planeten, so eine tolle Frau zu haben. Më falni se foli tani gjermanisht, duhet që intervista të fliste... Oh, pardon, so, I'm the luckiest guy in the world. Unë jam më fatlumi i botës. Having such a fantastic wife. Sepse kam një grua kaq fantastike. And definitely Dhe sigurisht I would marry her again. Do të martohesha përsëri me të. Dhe dasmën mund ta bëj një pjesë edhe në pasditën tonë. Nuk do ishte keq. Mendoj. It's a fantastic idea. First you thought we should Përkundrazi është një go ide to shumë Las Vegas. fantastike, po në fillim tham të shkonim në Las Vegas. Okej, shumë mirë. Megjithatë detajet i flasim pas emisioni. Okay, definitely. Dakor, e diell. Më tha, parmbrëm më tha, a ke qef të vish deri në Las Vegas, ta shumë, Las Vegas, se është shumë E pra një gjë pas ka padër këj Las Vegas si ka Do brenda. bënte edhe një propozim tjetër, mas 20 vjetësh ta martojmë edhe një herë. Prandaj... Nuk do ishte keq, megjithatë le ta mendoj. Po neve si të martuar, si të po martuar, mjafton që neve duhemi. Ajo është edhe një... vetëm një gjë zyrtare, që neve nuk e quajmë shumë të rëndësishëm atë akt zyrtar. Neve duhemi, neve nuk e ndjejmë atë barierën, atë pengesën që ky është gjerman dhe unë jam shqiptare. Neve nga një herë dashuria vjen edhe ke pjata, unë gatuaj 6 ditë edhe një ditë gatuan Tomi, kështu që neve i tregojmë dashurin njëri tjetrit nëpër pjata. Edhe nëse s'flasim mirë. Me komuniku në gjuhën tonë. Vitin e ri, keni menduar se si do e kaloni, apo... Po, ne mblidhemi në shtëpi, kemi fatin që neve kemi blerë një shtëpi të madhe, dhe atje kemi një sallë shumë të madhe, ja si kjo salla këtu, edhe shfrytëzojmë rastin që neve në dimër nuk e kemi restorant të hapur, e mbyllim në dimër, vetëm në verë, kështu që në dimër e shfrytëzojmë neve për festat tona. Edhe festojmë me shoqëri, Tomi ka shumë mjek të rrethit atje që vinë, i ftojmë ke neve, me që është edhe mundësia, se kemi vënd. Ka dhe shqiptarë të cilët mund të keni dhe miq të përbashkët atje? Kemi shumë. Kemi shumë që janë me të vërtet janë djemë të mirë dhe kanë kontribuar dhe janë angazhuar shumë aty në Gjermani. Me të vërtet janë djemë shumë të mirë, kanë familje, kanë punë, janë të rregullt. Zoti Thomas, Shqipëria ju pëlqen më shumë në kohën e pushimeve, apo mjafton në çfarë do llojstine vetëm thjesht në Shqipëri? Normally I like it not only in vacation. Zakonisht më pëlqen jo vetëm për pushime.
From time to time we Her pas here, go to vacation. ne shkojmë me pushime, But that's depending on por my job. varet nga puna ime. So in some cases Në disa I'm not raste, able to accompany the rest nuk e of the shoqëroj family dot pjesën because tjetër we të have familjes, some exhibitions outside. sepse duhet të marr pjesë në ekspozita jashtë tendit. So definitely I have to be there for my E kështu që company. duhet të jemi pranishëm në këto ekspozita për kompaninë time. Por nëse është e mundur, po vi në Shqipëri. We divide mostly this vacations. Këto pushime zakonisht i ndajmë në dy pjesë. Vizitojmë disa të afërm, disa miq, pastaj shkojmë në plazh. Si kujtoni periudhën kohën e luftës në Kosovë, ku edhe ju nëpërmjet ndihmave dhe humanizmit që sollët, pra disa tham 6 ton ndihmë apo jo? 62 ton. 62 ton. 62 ton. Dhe nuk e nisi me masa kaq të mëdhaja. 62 ton u çuditëm edhe neve edhe vetë në shtëpi kur këtu janë këtu na kanë filmuar, po jemi në kampin refugjat. Po, të vëllezërve kosovar, ku janë vendosur, aty kena shpërndar medikamente, se morëm medikamente nga të gjithë shokët e kolegët e Tomit, mjek, pra u nisë si një aksion vetëm i imi dhe i Tomit, që neve të bënim një aksion dhe të mbushnim një maune me ndihmat për çfarë mund të kishim mundësi. Kaq ishte fjala, po kur pam pasaj që gjithë telefononin dhe aprovonin kërkesën e Tomit me tone, ne kujtuam se po bënin shaka nga kolegët gjermanë dhe në fund pastaj Tomi u detyrua të i drejtohej Ministrisë Ushtrisë për të gjetë transportin, sepse neve vetëm të dy si privat, ne simi shoqëri, nuk jemi organizat. Atje pastaj Tomit i dhanë 5 avione në dispozicion me pilot edhe për të transportuar gjithë mallen deri në Rinës. Po ka më bukur, kjo ishte pra një dëshirë e lindur. Një dëshirë e mirë, e lindur nga shpirti i dy njerëzve që duan thjesht të shohin njerëz të lumtur dhe të ndihmojnë sa më shumë, apo jo zoti Thomas? Yeah, at least that's it, and I think Po, ashtu është. it started with the first step. Filloi me So, hapat as e we parë. decided to help the Ne people, vendosëm që të ndihmonim njerëzit it was working from its own. dhe kështu që puna nisi nga ne. And we were really deeply surprised Dhe u from all habitëm the support of the other people. se si të tjerët filluan të ndihmonin. And it was definitely worth to do it. Dhe sigurisht që ja vlejti. Keni miqë edhe nga Kosova, besoj, po? Halit? Miqë, unë kam këngëtarët të tërë, gjithë këngëtarët e brezit tim, po, kolegët e mi janë miqë, po, për një aksion të tillë, për një ndihmë të tillë, nuk duhet kesh miq, mjaft që është dëshira të ndihmosh ai që ka rrezik, ai që ka nevojë. Nuk duhet, neve nuk kena nisur kurrë dhe këtu janë miq tonë të ndihmojmë si miq. Ne kena ndihmuar aty ku na është dhënë. Mbas këtij aksionit Tomi ka marrë edhe 2 salla operacioni dhe ka ardhur nga Gjermania vetëm me një maune të madhe, me krevat, me karroca për të operuar, me salla operacioni, me tavolinat e operacionit, e të gjitha i ka sjell direkt nga Gjermania deri këtu në Shqipëri, erdhi vetëm. Ka jashtëzakonshëm. I dërgoj të tëra në spitalin ushtarak, atje ku ishin të gjithë të UÇK-s, të plagosur, medikamente, këtë aksion e bëri vetëm pa mua. Vetëm. Kështu që e kam fjalën, ky nuk ka as për Kosovën, as për, po është ai shpirti i përbashkët, është ajo që neve na lidh. Është ajo dëshira e të bërit mirë. E kupton? Kush falenderoj më shumë për atë që ndërmoret, apo ishte një gjë që e bët shpirtërisht dhe nuk kishte rëndësi fare? Neve u nisëm vetëm të dy shpirtërisht, neve gjithmonë ndiqnim nëpërmjet televizorit masakrat që bëheshin në Kosovë dhe jemi dhe neve kemi gjakun këtu dhe
na vra, nuk mund të rrinim pa bërë diçka, nuk mund të rrinim, sepse kishim dëshirën, donim të bënim diçka, dhe kur njeriu do të bëj diçka, e bën. Patjetër, edhe unë kështu mendoj, sepse edhe zoti Thomas, këtë që e bëri për dashurinë që ka për Alida Hiskun, sepse ato ndihma mund të shkonin jo në Bosnjë, në Afrikën e Jugut për shembull. Asnjëherë se ka menduar. Asnjëherë nuk ka menduar me të vërtetë. Asnjëherë në Afrikë çojnë të tërë, gjithë bota, gjithë Amerika çojnë në Afrikë. Falenderoj shumë që ishit në këtë pasdite, në këtë pjesë të parë të zuar të festat, qofshi të lumtur përgjithmonë. Dhe dasmën mendojeni se kemi nevojë për një das. Unë kam kohë pa kërcyer. Okej. Do shkojmë në fleshën informativ të lajmeve, hapësirën publicitare dhe do rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne.